أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفلندرojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon rrugën e drejtë nuk ka kush e humb ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon rrugën e drejtë dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam familjes së tij të pastërt shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin radhëparti përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Inshallah taala në këtë muaj të rahmetit në muajin e Ramazanit do të vazhdojmë do të thotë atë rutimin ton të përbashkët që e kem nisë me jetëshkrimin e Omerit radiallahu anhu, kështu që çdo të diellë inshallah pas drekës do të jetë diku 40 minuta parafërsisht për jetëshkrimin e këtij burrit të madh. Kem arrit tek Omeri i frymzuar. Omeri radiallahu anhu ka qenë një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka raste do të thotë kur mendimet e tij, frymëzimi i tij që ka ardhur prej anës Allahu subhanahu wa taala, pastaj më herë ka reagu do të thotë kanë zbrit ajete. Edhe kësaj do të thotë i thonë do të thotë është në terminologjinë islame i thonë ilham. Njeriu më u frymëzu prej Allahu subhanahu wa taala dhe kjo vazhdon ila yawmil qiyamah, veç që duhet me pas ka dawabit, ka rregulla, jo se këtë çështje e kanë marrë disa pikë grupacioneve dhe kanë këshpërdor, sikur të qenë sufit. Edhe ato mundesh me ndëgju shumë për të thotë më ka ardhur kom pa në ëndër çështu e janë nis tani me ato do të thotë ato mbrapshtëllokët e tyne. Jo, kjo ilhami është hak, e vërtet është ndodh, i ka ndodh Omerit edhe mundet me ndodh edhe dikuj tjetër, kjo sipas devotshmërisë njeriu ta uton. Po këto nuk e ka dalë Omeri pas kësaj me thonë ha që unë jam që kjo, po me i qukrat, jo. Po ajo që ka vërtetohet për jetëshkrimit të tij është se Omeri, tash na kemi përmend disa raste për me argumentu këto që kanë aty e thonë. Rasti i parë është kur Omeri radiallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja Rasulullah, i shkon mirë më u fal pas maqamu Ibrahim. Kush ka qenë në haxh apo në umre, e keni po është një farë, s'po di çush me përshkru, si një farë lloj kupulle e mbështjellme ku jon është këmba e Ibrahimit alayhis salam. Gjurët e këmbës Ibrahimit alayhis salam mu afru afër aty është shihet do të thotë ashiqare shihet ajo që sa i thënë maqamu Ibrahim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Omerin i tha ja Rasulullah, sikur se të ishin fal mbas maqamu Ibrahimit kish me qenë më mirë. Atëherë Allah subhanahu wa taala i zbriti ayat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, merrni vendin e Ibrahimit si vend falje. Si vend falje. Pastaj thot Omeri një ditë për ditëve i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ja Rasulullah, tha këto gratë tuaja ja Rasulullah, nanat tona, nanat e besimtarve, po i folin edhe të mirëve edhe të këqive, po hin të mirë e të këqin shtëpitë tonë, se shtëpia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe parimisht që ashtu duhet me qenë edhe shtëpia e çdo përmisuesi, çdo hoxhe, çdo dietari duhet me qenë shtëpia e tij e hapur për musliman. Me qenë e hapur, se ata do të thotë kur tha me qenë e hapur, jo më shku me piçaj, jo më shku me ndajtë me boma, po e hapur do të thotë me i qa hallet, me pyet për fe, me konsultu e kështu me radhë. Kështu e ka luajtur rolin do të thotë edhe shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe shtëpinë e tij kanë hi. Omeri ka thonë, o i dërguari i Allahut, sikur se kishe me urdhëruar gratë tuaja më mbulu, sepse po flasin me njerëz të mirë ashtu, po edhe njerëz të këqij.
Po ka, kur po hin aty, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbas kësaj i erdh ajeti do thot ajeti i hijabit dhe vendosi do thot që gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qenë çdo herë mbas perdeve. Momenti i tretë që është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini atë momentin, është për momenteve që e ka mërzit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, momenti i të tregoj ngjarjen që ka ndodhur. Hafsa radiallahu anha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë smut. Në ditë për ditë konë smut, edhe i ka thonë Omer, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulallah, atë shkoj të nana e të baba ka pas kanë Omeri radiallahu anha. Ka thonë me që të smuje të kaloj të nana e të baba, i ka thonë shka. Kur është shku Hafsa radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një robresh që i ka ardhur pi do të thot prej Egjiptit, ja ka qu do të thot i pari Egjiptit, ja ka qu dhurat Marien. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam robresh ati e ka marrë dhe u hin në dhomen do të thot Hafsës. Edhe pas asaj kur ka ardhur Hafsa u kthy. Kur e ka gjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Marien në dhomen e saj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku me marr gusull, ai e ka kuptuar që ka pas kontakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se njeriu, domethënë për shpjegoj këto për me kuptu, po flasim në atë kohë, do të thot robresha, domethënë është pronë e pronarit saj. I lejohet do të thot fetarisht edhe me pas marrëdhënie intime me to. Edhe kur e ka po Hafsa, ka thonë në dhomë tema, si me thonë në shtratin tem t'i i bo me thua, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Hafsa, ka thonë ose fot madhe, nuk është bo me do një qëllim ase, ka mundu me qëtësu. Hafsa u shkuj ka kalzu një grus tjetër, ajo gruja tjetër, deri sa i ka dalë lajmin Medinë krejt. Kur dalë lajmin Medinë, u mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë. Se i ka dalë do të thotë muhabeti i shtëpis, kur s'ka të qep muhabetin e shtëpis, me i dalë jashtë, me i dalë. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betua dhe i ka thonë, një muj dit ka thonë, s'kam ju folë dhe s'kam e flajt me ju. O largu. Kjo konë një dagje e madhe, konë një do thonë ka ndodhë një, si me thonë një lajmi madh Medine se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i kalshu gratë. Edhe në këtë rast, Omeri radiallahu anhu është ku i ka folë grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se i ka qurtu. E ka thonë, mos e shqetësoni Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, se vallahi ai mundet juve mi u bot talak e Allahu mi jep grave më të mira se jo. Në ato momente e ka zbrit Allahu ajetin kur thot Allahu te baraka wa taala asa rabbuhu in talaqahunna an yubdilahu azwaja. Thot ai ndoshta Zoti i tij dhe thot pasi që ju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkuruzon gratë e tij, mundet më jep gra më të mira me një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë momentet dashurit e mi ku Omeri radiallahu anhu jo është do të thot vërtetu mendimi i tij drejt, ka zbrit shpallje për ato që i thonë do të thotë që thash në fillim e përmenda që është ilhami, që është frymëzimi prej anës Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vim tek çështja e khilafetit Omerit radiallahu anhu. Omer radiallahu anhu se ka marrë khilafetin. Ebu Bekri kur është smu, nëse kujtohet kush ka qenë prezent në ligjëratat me kur e kem shpjeguar jetën e Ebu Bekrit në fundin e jetës tij u smu. Edhe pak para se me dek, i thiri sahabët, tha i shkon në mirë, tha me zgjedh dikan, tha prej juve të konu në gjallë, tha. Të konu në gjallë kish me qenë malet. Në ratë pare thiri Omeri, tha, hajde Omer të Omeri, iki me njerë, dojë, tha, mu mos më përzitha në këtë punë, unë asë jam interesu me këtë punë, edhe dojë iku, largu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e morë dhe thiri Abdurrahman ibn Aufin radiallahu anhu. I tha Abdurrahman ibn Aufit, ja Abdurrahman, ma ra'ayek fi Omer, që e ti mendimin për Omerin ti, që po ta mërmendja? A i tha ti tha, e dja Omerin mas miti se dost jaran të shpirtit,
Tha te në gjemas miti, s'ki nevoj me na vetë neve. Tha, edhe nësa kjo, unë po du mendimin tënë. Tha, Allah i tha Omeri, tha, pasha Allahun, ajo është maj mirë se që ti me ndonë për ta. Tha mirë, shkop. E thiri Othmanin. Tha, hajde Othman, ko? Qka ta mërmendja, tha për Omerin, radiallahu anhu? Akhbirni anin Omer. Tha, të regëm ta për Omerin, qka për ta mërmendja? Tha, kale, ala dhalika, ja Aba Abdallah. Fa kale Othman, Allahumma ilmi, bihi enne sariratahu khayrun min alaniyatihi wa annahu laysa fina mithluhu. Kur e pyeti Ebu Bekri Othmanin, tha, çfarë po mendon, tha, për Omerin? Tha, Wallahi, tha, atë çka unë e di, tha, sa unë e një, tha, Omerin, tha, brendësia e tij është më e mirë se jashtëmia e tij. Demek se problemin e Omerin e kishin edhe ta shushke me përmend, sikur se rastin e Talha ishte një për atyre që nuk u pajtu me konë Omeri khalife. Pse? Jo që se Omeri nuk e meritana, jo, Talha u frigojke pi ashpërsis, pi vrashtësis. Omeri ishte ish ashpër. E dini ju kem përmend raste dhe keni dëgju për Hoxhallarëve, ka pas momente, ka pas i shtakë dhe me shtakë i ka rrinë njerëz. Edhe sot e kësaj dite kam bit, kur e përmendin dietarët, dersi Omerit i mirë, vallahi hin punë ka herë. Dove i thosh ti ka thonë Allah, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë dietarët, ka thonë ai hiç, dersi Omerit shtaka e çet vije. E Talha një pejtyne, edhe plot sahabë të tjerë kanë pas se kanë pa se Omeri ka qenë i ashpër në dukjen e tij, po brendësinë e tij e ka pas, pamuk e ka pas. Edhe këta vërteton vetë fjala e Othmanit, tha, brendësia e tij është shumë më e butë se jashtëmia e tij, tha, wa annahu laysa fina mithluhu. Edhe s'ka than mesin ton si ai. Nuk ka than më se ai. Atëherë do të thotë Ebu Bekri i konsultoi edhe plot muhaxhirin dhe ansar. Për jashtim që thash Talha është përmend, domethënë i ka thonë ma anta qailun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika. Tha Talha, i tha Ebu Bekri, tha, çka kimi thonë, tha, ti Zotit tënd për khalifen që po do më na lën mbas, e ai të di çfarë sa i ashpër është. Kur i tha kështu ishte i shtrem pismuje se Ebu Bekri, tha, e zhlisuni ulem, tha, po do në me mtut ti mu, tha, po do me mtut, tha, që unë çka ko me lën pas me fjallën e Allah, dhe me Allah po do me shtin këtë mesa, tha ko me i thonë Allahut, o Allah, e lash në mesin e njerëzve, ma të mirin për i të në. Thërën e tha Omeri këto, e pruni Omerin, kër erdhë Omeri, tha, jo, ullu, tha, asni fjallë, ullu. Ja jepi dorën, ja jepi bej'an, tani u qunë sahabët tjerë, ja jepen bej'an Omerit radiallahu anhu, dhe është ajo letra e njohur e shkrume që e ka shkru Ebu Bekri, që e kalon, që tash nuk është momentin a mundol, tash se zëndetaj se zxotët shumë ligjerota. Vim të një çështje që e ka përmend autori i librit, thotë kush e ka qujt mas parti Emirul Mu'minin, se ky term, ky ofiq nuk është njoft para Omerit radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ofiqi i tij njoftur, do të thonë Rasulullah i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa te Ebu Bekri kanë thonë khalifetu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khalifja do të thotë pasardhësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash muslimanët kanë thonë me anis me thonë khalifetu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pasardhësi i pejgamberit, po kanë ardhë, që shë përmendet Imam Bukhariu rahimullah, governatori i Kufës dhe i Basrës e dërgoj do të thotë Lebid ibn Rabi'a dhe Adi ibn Hatimin. Erdhen tek Omerin Medine. Edhe te dera, si me thonë, një varlej sekretari, ja bëjke kush Amr ibn Asi. Edhe Amr ibn Asi i takoj ke palt edhe mërkeleje prej Omerit, kar filoni, atel shujmë ta, kështu më radha, u thonë. Kur erdhen këta dytë, Lebibi dhe Adi ibn Hatib, i thanë, ja Amr, o Amr, tha, kërka leje për Emirul Mu'mininit.
pe prisit besimtarve, Amri kur e nditi dhe kur Amr ibn As e përshkru këtë moment, thot kur e kom ndi këto, thot më ka kënaq krejt shpirtin. Se i mundoj ke khalifetu Rasulillah s.a.s. thot, edhe tha si hina, pa thamë kështimet, se s'ka pas Omeri rezident të zyret madhe, po që aty da domen ku kanë nejtë, dhe më thonë, tha hina, thash, ja emir il mu'minin, o prisi besimtarve, dhe si ta hu që tha kom. Tha vallahi, tha ki mundoj për kësaj. Ki mundoj, tha për kësaj thirje. Se e mundoj, ama qërë, o dashëve zemi, po flasin për do njerës që, Allahi billahi tallahi, nëse do në me pa islamin praktikisht, qysh është qitë Kur'ani dhe sunnetin praktik, qëta jona tha. E si do mos Omere, po bajnin me ndashëve zemi. Për 4 njerës, për këtë sahabët e pejgamberit s.a.s. ne e kena një dashurit të veçanta dhe kena një mendim të mirë, ama për qëta të 4 që du me i përmend, Omeri, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alija, këta jonë khiratu sahabët të Rasulillah s.a.s. Këta më të mirët e sahabëve të pejgamberit s.a.s. Këta mas bukri kanë ditë me e kallëzu Kur'anin edhe sunnetin, në praktikën vepër. E kur të ndëgjon për këtën e burave, edhe lexon për ta, mundoh sa të mësh me thith për i tëne se ke marrë diçka, se pejgamberi s.a.s. na ka porosit, ka thonë alejkum bi sunneti, ka poni për sunnetin tem, edhe sunnetin e khulafa ur-rashidin el mehdijin, ka poni për sunnetin e khulafa ur-rashidin, pasazve të drejt, e të udhzum, mehdiyin. Tune kam, e dini kush vjen në qëron, të të bjevle, ka pa këta shijet, ka herë, vja u që ka i selam, pasare mehdiyin ka thonë. Jo atë mehdin që e kanë të mshefu më këta në Sardab atje në Sandek, jo, mehdijin bi ma'na al-hidaje, të udhzum. E kjo Omeri madhë, që që të dashurit e mi, se pranaj, se ishte epiteti madhë, po, prisi besimtarëve. Ama këtë kallëzën robi, kur ka sinceritet në zemrën e ti, kur robi i ka punt lillah, e ka amelin e ti, punt e ti ka për Allah, nuk i ka për njerëz. Tha Allah i ta ki mundal për kësaj. Tha dhe kusht ka mësu? Tha o ka dalë, tha ja e mirë minina, peta mirë, tha unë pësëm tha mundal për këti termi. Tha kanë ardhë, tha Lebibi dhe Adi ibn Hatim, pejt governatorit Kufës dhe Basras, ato dhe ti ndiva, kur i ndiva, edhe tani anisi me edukat, edhe kështu duhet besimtari me konë, edhe nëse dikush është maj madhë se aj, maj ditur se aj, pozit matë madhë se aj, nuk të më thonë tash pozita e ti, ti ma melon, tash më posi dervesht, ka dhonë këja dhe kryja, ja, së kështini, nuk o tini kështu, dini, sot e sa kështu. Po, ka pozit, ka respekt, ka nder, krejt, ama kur ka ban, apo kur nuk e ka kuptu drejt, duhet me gjithë tarikan e mirë, metodologjin, e bukurt, ambelt, kajshme, edhe me i thonë, edhe Amr ibn As janë isi me bo një kash. Omerin, për me bin që duhet me të cime emir el mu'minin, tha, ja emir el mu'minin, tha, apeton, po tha, po du me të tha mendimin tem, edhe mendimin e vlaznive të mi tjerë, të kejtë edhe sahabet tjerë, kur ishin aty prezent tjerë të jendizun, i peqaj kjo, dhe më thonë, tha, e leste emirana, a nuk jeti, tha, prisi janë, tha, bela, po, tha, as jena dhe na besimtar, pas u tha, ti e prisi janë, ti e emiri, ne na besimtar, edhe u kry kjo mesele. Edhe shëra, edhe tu delën pa, ajo që ka e thanë në fillim, do të thotë që e përmendem fjallën e Othmanit radiallahu anhu, që brendësia e ti o me butë se e është me ti, njerë që shëragoj, tha, mundal piksej, a është para po. Ama kër e bindja e brendësia e mujti tjerë, tha, u kry, edhe u pajtu do thot që e më u thirë me këtë terve dhe kështu do thot vazhdoj dhe qështënijet do thot edhe sot e kësaj dite kur thuhet emirul mu'minin është për qëllim kush Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Pastaj vijnë dashurit e mi tek ngjarjet më rëndësishme të khilafetit të tij. Një prej ngjarjeve të mëdha është Mawqi'atul Qadisiyah. Lufta e Qadisiyes është një prej luftave të mëdha që kanë ndodhur në historinë e Omerit radiallahu anhu, ka ndodhur vitin e 14 Hijrin, muin Muharram. Omer radiallahu anhu e boni një jetë me shku vetën Irak me i qëru hesapet
Me I qëru hesabet do të thot në Irak vet atje me persiant. Me I qëru hesabet me ta. Hela istaklefe khalfehu Ali ibn Abi Talib. Hela mbas vetit Alin radiallahu anhu. Tha Alin ti e tha zavend si jemi. Ti e zavend si jemi. Kur tha kështu, Abdurrahman ibn Aufi I tha ja emir al-mu'minin, tha o prisit besimtarve, inni akhsha in kusirte an yad'afa al-muslimuna fi sa'ir al-aqtar al-ard. Tha po tutna tha se nëse ti atje dëmtohesh apo vritesh, kjo ka me I bo musliman me I dobësu në gjitha do të thotë, në gjitha pronat tona, do të në sundimin e tokët islame. Ka musliman, kanë mu dobësu musliman. Mendoj edhe në herë mirë. Tha prandaj unë mendoj tha ta dërgosh në vendin tënd dikon tjetër, jo më shkuti vet. Edhe sahabët tjerë e përkratën mendimin e Abdurrahman ibn Aufit, atëherë Omeri tha, mirë tha, kanë mendoj tha se du të me dërguna? Atëherë Abdurrahman ibn Aufi tha, po tha. Tha duhet me dërgu tha luanin tha me ktheprat e ti të mëdhaja, tha që ja u prish lojen kredve. Tha kush është ai? Tha është Amr ibn Asi. Amr ibn Asin tha duhesh me dërguti Sad ibn Abi Waqqasin, se thash Amr ibn Asin. Sad ibn Abi Waqqasin. Edhe e ndërgoj Sad ibn Abi Waqqasin. Sad ibn Abi Waqqas I tha ti e komandant suprem I ushtrisë muslimanëve me shku me persiant atje. Edhe këtu ndodhi një luftë e madhe dashurit e mi. Persiant e kishin vendos si të parë tyne Rustumin. Rustumi ka qenë një pi komandantëve më të mëdhtë për parandorisë persiane. Edhe ka pas, pothuajse në zemonin e tij ka pas një farë autoriteti të madh, një nom të madh në aspektin e udhëheqjes luftës. Ama Sad ibn Waqqasi, sikur se këtë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur shkoi Sad ibn Abi Waqqasit I ndodhi një gjë interesant. Me kaderin Allah subhanahu wa taala e goditi apo ju paraqet një smundje Sad ibn Abi Waqqasit, që në arabisht I thonë irqun nisa. Në shqip me përkthy me parafru është nervi ishiatik. Kush kanë Allah e ka sprovu me këta e di kjo është dhip të Allah vëstan, bu që thonë as tok as në plus eksa kësaj problematik njëjtën thot ka ardhur për mend thot edhe me hemoroide. Dy probleme. E para, dhimbje e pa përshkrueshme që është që kalon prej fundit shpindes në përkëmb, pastaj hemoroide s'mundet me kaloru. Vendosi me bon një hajme një shatar dvetin edhe për aty hit me udhëheq luftën. Po rregullat islame dashurit e mi thonë që para kësaj duhet nuk është me njëherë dhejtë e lufta. Edhe Rustumi realisht para kësaj lypi takem. Lypi takem me Saadin. Lypi me taku. Saadi ja qoj një sahabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoj sahaben e par që ishte prej sahabeve që shkoj me jo me ndërmjetësu, po shkoj me diskutu me ta. Ishte Rabi ibn Amir radiallahu anhu. Rabi ibn Amir shkoj si rasuli par I Sad ibn Waqqasit. Hini mbranda, po Rustumi që shka boni Rustumi tha, merrni tha edhe ndreqeni mirë tha atë vendin, zbukurojeni mirë që të një sendet këtë më të shtrejta që I kena, që dhe keme mashtru me dynja, me mashtru këta. Atëre ky sahabe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hini mbranda, kur hini mbranda aty dashurit e mi, po ishe dhe të thot që I kanë zbukuru, I kanë qitë jastekat prej jakutve të ndreqëm,
bukuri për rreth, tu dosh me him brenda, po i thënë, tha, me lon armë, tha, ja, tha, shpata, tha, se dërzëvne. A më keni thirë? Ajo marrë vetë, jo më keni thirë. Unë nda që qështu mi qësë, da një në këthejna. Rostumi tha, leni. Kur hini mbranda, që ka me pare, bjib një Amir, dashurit e mi. Me pa një njëri i cili, në pamjen e ti, teshat qkyme. Teshat e qkyme. Atë kalin, një kalit vogël, thojnë, ka ardhë me bisht këputum. Shpaten e topitme. Këto, apo t'jep për shtypje që ka me pas, do më thonë, po kime të bëjmë një ushtrit të avancume, jo. A më Rustumi ishte i meshem. Sa ta për rreth, do më thonë, e këshirë me sytë në nëshmimi, që qëfar tesha, me qëka ka ardhë. Atë Rustumi tha, pse erdhët këtu? Qka ju në gjiri prej vendit, ju i marrë këtu? Tha, na kanë gjirë një qështje, tha, Allahu tha e ka dërgu në mesin tonë, tha një njeri të madhë, një pejgamber prej lojit tonë, prej mesit tonë, edhe ajo ardhë me në nëzjerë prej adhurimit njerëzve drejt adhurimit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Rustumi që të fjali peqesin. Edhe Rustumi i tha, po t'jepi pasuri, këthoni. Dhe ja, tha, s'na kanë zirë pasuria për to. Na ardhë për që të qëllimi jo në minë zirë njerëzve, pja adhurimit njerëzve në adhurim drejtë Allah subhanahu wa ta'ala. Tha, e se gidukum ente, tha, e ti zutërijetuna? Ja, tha, unë shumë zutërijetuna. I pari janë është Sa'd ibn Waqqas, ajo komandanti kryesorë. Po tha, na muslimant jena një trup. Si a i nëllë, si këj poshtë, një i të krejta pëton. Të një fjale. Tha, shko, tha, dhe sa të mendoj dhe të ep një gjëvau. Ani, tha, edhe 2 ditë i ki. Me ne, tha, ko pak magat. Jo, tha, 2 ditë i ki. Neve Resulullah në kam su kur të balafaqohemi me armikin, mi a jep 3 ditë. 3 ditë. Edhe 2 ditë i ki, s'ki ma shumë. Tha. Shkoj, kur dollë Rustumi për i thot atyne, tha, pasha Allah, tha, a keni ndëgju, tha, fjallë matë mira se fjallë të këtindë njëherë, kur tha kështu ata me ndu që i Rustumi për do më bo musliman, ragun, tha, po t'ja si apove, tha, tesha ta, që apëshe, njerës që masin, edhe mbajnë në men, njerës që masin me kriterit dynja, tha, kjo pazari ullët është. Nuk matën put me tesha, qka po hanë, qka po penë, ku po jetan, ku po shkan, ku po ullëtan. Se dynjaja nuk ka pesha dhe asë nuk qënë peshte, Allah sa krahu një muskoje. Kriteret matën me parime, me qëndushmëri, me burëri, me iman. Ata Rustumi dhe tha, o mërë të shkret, tha, leni mërë tha teshat, tha se Arab nuk i jepin në rëndësi teshave. Ata si këshyrin teshat, tha. Po ata do të ta ndërtojnë, tha, lavdin e tyre me fisnikri e ndërtojnë. Tja përshet asë farë fjallë për i thotë, apo i kuptoni fjallë të qka të i thonë. Pa e po që atas ndodhe dita e dytë, dashurit e minë. Ditën e dytë, erdhë një sahabe tjetër edhe me këta po du me përmbyr, këta mos më sërgjat, erdhë Mughira ibn Shu'ba. Mughira radiallahu anhu. Edhe këni buri madhë, kur hini të Rustumi, e këshërë kë Rustumi. Po këtu ndodhe një, si me thonë, një farë loj, një farë disi, që për thënë këtë gjuhë në asfaltume, ja bon një des një tjetër. Rustumi tha, ju Arab, tha e në orë me në luftu neve, a nuk keni tha ju e Arab? A s'jeni tha ju ata Arab që na ju qeshim kohë pas kohë, ju kem që ju vendima, e një konë fukara. A nuk keni konë ju ata që e një vranë një me tjetërin, e keni vranë një tjetërin, e keni përsekutu një tjetërin, për një deve ju vra Arab. Para orës Muhammed s.a.s. për një deve kanë vranë një tjetërin. Tha vëllaj, këtë që ka përthush qashtuar, tha. Po Allah dhe e ka që në mesin tonë një burë të madhë, që Rasulullah s.a.s. edhe aj tha në kanë zirë, tha, a ditë që shjeni ju, tha ju jeni si aj, tha,
Si tha, jeni do më thonë si ai që ja jep buken, që të kemi përbusa, ja u jep buken edhe ju tha ja që thojmë na, ja shon sofrën. Apo, apo dhe disa prit tha. Tha, atëre tha, dëgjom këto tha. A di që jeni tha ju persjan, tha. Ju jeni tha si kurse një dhelpën, e cila tha u konë e plagosme, e ka plagos dikush. Tha ka kalu një njeri mirë edhe ka marrë dhelpën për rahmetit ti e ka marrë me kuru ato. Kur është noshtë të dhelpëna, e kalon për në bashkën e ti, po në bashkë që ka pas edhe pula. Dhelpëna tha, gjdo ditë po shkon të jahundër ka një pulë. Po këmë dhëtë hajtë se s'ka gajle, ka më bolë pula. Po kur janë ishti thanë me eshtu zullumin dhelpëna, sa ma shumë hajke dhe shka këtu trash, tha e dikur, tha e zotëria që i pari, që e mshiroj, tha ka arë tash koha, tha apet me mshiru, qysh, tha me ekzekutu, tha me jakput koke, tha dhelpënës, tha se tash po bënzon, tha. Kër i tha kështu rustumi, u qupi vendi, se kuptoj që me këta, tha edhe një ditë kam bet, e pranon islamin, ti mbet vllai janin në fe, na kthehen me ushtrin, kur ki nevoj me të ndihmojmë, kur kena nevoj me na ndihmon, se pranon islamin e ki gjizjen, zdon gjizjen me pagu, taksen shtetit islami ja pagu, zdon gjizjen dhe atëherë s'ka mes neve dhe juve mbesin qka, besin shpatat. Kështu dhe të dashurit e mi, ndodh kjo ma'rake pi ma'rakeve të mdhaja, pi luftave të mdhaja, dhe takohen do të thot dy ushtrit të mdha, dhe këto ndodh edhe një tërgim tjetër që s'kam qara po e përmend, zguzoj me te i kalu. Është një moment ka qenë një burë ka pas emnin Ebi Mihgjeni, baba i Mihgjenit. Kë e ka pas një vest keq, ka pi raki. Kjo konvesi i ti keq. Edhe Sa'd ibn Abi Waqqas e ka marrë dhe sarë peshe të pi raki për re. Për dhe nësë qëra të kështë, po flasë në suadha, për thomë to se ati të kjo të qonë publikisht, besoj që shkërbit sa viju e mërë një vesh, po dikush andejla e në dëgjone dhe kujton që se shëreti kështë kush për raki 80 shkopi du të mja jep në shpinë, du të mja re shpindën, me pas shëriato fjalla. Edhe Saadi sahër e kë pike raki e urdhëshin edhe e reshin. Deri sa vendosi, tha me marrë me burgosë, tha s'pa me resh për njeri burat. Edhe shtinin bërgë. Kur nisi lufta e Kadisijes, këtë tash ishën burgat, edhe Saadi që shtam problematike në shëndetësore, e kish lonë kalin e ti në shpe, dhe e kish lonë në përgjithsi gruz vet, me rujt këtë robin, ka thonë këshore mos po i ka diçka. Këtë burgosër në falem, se tash robin. Tash këtë po i këndon kalit për balot, po thot me e pas, thot të liri që tash. Thot kishin me pa muslimon që kisha dit me bone. Kër e ndëgjaj gruja Sa'd ibn Abi Waqqasit, jo afru, për ndëgjan, aje pa i tha, oro bresh Allah, tha. Po ta e besen Allah, tha, nësa Allahu më jep jetë, mbes gjallë, tha, vëllahi ko më këthy që to, lirëm, tha, lema të marrë, tha, kalin e Sa'd ibn Abi Waqqasit, qëkaj të ndimaj muslimanve, mos të më i kjo mundësi e madhe që me ndihmu dinin e Zotit. Gruja Sa'd ibn Abi Waqqasit e pas sinceritetin e ti edhe e liraj. Sa'di prej shatorit ti pe fyr luftën, peshen një kali, në mesin e ushtris, po thot, aman ja Rabbi, mos mu pakon që këj kali jem, që e kom lonë atje të lidhëm, kësha thonë që kjo kali jem është, po e dimar Allah që e kom lonë, edhe kësha thonë që këj që është të kalorun të, është Ebi Mihgjeni është. Edhe së musliman të ishin, ja aman ja Rabbi, kush o këj njeri, ka erdhë kësi me, ati që të dhe na, dëllë pi havas, bëj ke kërdin në fush aty, në fush betej. Kur o këthy, musliman të refun u këthyke, me që përëtimi vese, muslimani ka manet dashur dhe vi. Muslimani ko thot, po, jo si të zemoli tanë, ere ko parë se ko pa, laj dashëm, ta
ta lyn kryt me kasa, o tani, ja, Allah i dashur, s'ka kështu Allah i dashur. Allah i dashur, me biznisje, ta lëshon bubin. Ja, s'ka kështu i dashur, ja, se ti amen të billah, e ke besu Allahun, ke thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, la ilaha illallah kamet bihaq, fjala la ilaha illallah, për fjallën la ilaha illallah, Allahu ka kryu toke qiell, për la ilaha illallah e ka ngri qiellin, e ka po toke në rafsh, ka zhuk 124.000 pejgamberi ka zhuk për fjallën la ilaha illallah, nuk ka fjallën la ilaha illallah, gjuse 5 e qyfte. Tha la ilaha illallah e të rëdhaji, shkan kjo la ilaha illallah dhe të rëdhaji. Ama u këthy, kur u këthy dashurit e mi, me që premtimin në vend, u këthy Saadi, mas luftës, peshekalin e vetë të lodhun, o lodhësel, lufta e madhe, o thonë. Për i thot grusa, që ka ndodhë kështu? Tha Allah, tha o buri, jam tha kështu. Kur i tha që shtu Saadi ibn Abi Waqqas, shka i Saadi a qeli dera, tha Wallahi, tha, gajle se kom mo, gajle se kom mo. Ape në raki, aspe në raki, tha, sot ka pun që ka e ke boti, ndimen që e ke jebë, sot të muslimanve, e ke lafa vetën. Tha, pasha Allahun betonan Allah subhanahu wa ta'ala, tha, o prisi jam, tha, o komandanti jam, tha, Wallahi, tha, ti e din, tha, që ko pas kohë e pesha u pendejsha, po ta e besin Allah se kur ngoj s'ka me shtima. Pra dashurit e mi dhe këto është një mësim që s'kom qarë shpejt, po e thonë, se në shpejt herë ka bojmë dashurit e mi. Ka njerë i shojmë dhe njerës të i bojë gjinoha Allah, që ato gjinoha ju nuk po i justifikojmë gjinoha të të ne. Allë mos e mërë guzimin, me e shajt ato, me ofendu ato se ndoshta, qaj që jo të e bo, qatë gjina në synin tënë që jo të e po, e bon një vepër, që ta mund veprën tonë dhe veprën teme. Edhe ta kemi Kur'anin, yrnek. Që në mësën Kur'ani për bolë gjinahqarve, se në jetu në vendin ku ka, nëse dhe që tu në Kosovë s'ka gjinah, s'di ku ka të endër, Ramazan, dele, po pikë dele, e këshim një bërim para drejke dhe pëtën, si di ke barë dhe gjigare, dhe ama një Allah, qëfar njerës janë këta mërë Allah, ata shkijet që jënë konë, që ma të poshtër se ta s'ka heq, po kanë ditë me i respektu brejnë muslimant, ta shkës di që ka i thush vetit, ti zdi që kam i thonë të në njerës, po anë gjinën, asë në gjinën o puna, jo të mërë Allah i doshëm, e jo të jo është, ma respektaj bashkëqytetarë tu, ama që në mësën Kur'ani për boltin e gjinahqarve, a du të me i shoj që tash me papane, me cigare, me shmujnë, qeni, s'pën gjinani, ja, s'ta të islami kështë. Qka thot Kur'ani për këtë qështje? Allah në të regonë në surën A'raf. Jo e dini, ashabul A'raf, jo në ata të cilët gjinahet edhe sevapet i kanë, qa? Barazi, as jon për gjennet, as për gjehnem. E kanë një sprovë në ditën e kiametit, Allahu i shtin në për mahsher, me bo tavaf, mu cilë. Sa i shohin gjennet lit, lakmojnë me hin gjennet, po s'mundën me hi, se i kanë punët, ju mungon një sevap, për një sevap, vallahi billahi, për një sevap. Shkojnë ka gjehenimi, e kër e shojnë gjehenimi, që to është ajo poenta. Tha, wa idha surifet absaruhum tilqa'a ashabin nari, qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin. Qërë bukuria e Kur'anit dashurit e mi. Me pa dit ju arabisht tash, folja që o përdor të sarafe, ka kuptim, e ka një kuptim me përkthy. Me bo mësë më konë aje që e përkthen në gjuhën arabe, sa shumë i fellu në gjuhë arabe, e përkthen është këthim. A o këthim po, që tash që e bërë në Google Translate e shtin, sarafe është mu këthy. Ama kuptimi ma i fjellë se nuk është kështu. Sarafe, o idhe surifet ebsaruhum, që shë përshuna Allah thot, kur i kthejnë, ata thot shqimet të tyre, që shë, ata qëka e ka për qëllim, ati kur kthejnë, është top shtangë diqka. Kjo këthim, ama këthim me shtangë, jo është, që këthim, kështë do vazhdojnë, ja, thot, o idhe surifet ebsaruhum tilka ashabin nar,
kur kthehen shiqimet e tyre dhe i shohin banorët e zjarrit, çka thojnë? Qalu rabbana la taj'alna ma'a adh-dhalimin. O Zot, mos na bësh me zullumçort. Edhe ti kur është dikon tu i bëjë në Allahut, tu i thyrë në të Zotit, thuj, o Zot, mos më bësh me zullumçort. Po se shoj. S'ki nevojë me shojt. Veç thuj, o Zot, mos më bë bashkë me mizort, me zullumçort. Edhe kjo do të thotë përfundon domethënë përfundon me kaq dashurit e mi. Kanë kalu 39 minuta, është edhe një ma'arake, po s'mund i bim kësaj pelojmë për javën tjetër, është Mawqi'atul Ajnadayn, lufta e Ajnadaynit, edhe është Fathul Quds. Këto s'guxojmë me lon Fathin e Qudsit, shlidhimin e Qudsit, është ka bajag i sende që duhet me i përmend. Kështu që aty ka kem qelluar për mirësive të Zotit, kur kem gabuar për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.